3 nolin. Edhe këto duhet me ditë dikush. Se aty biletën kur ta blen klienti, shkruan prej nomëve deri në 3,5. Është investu edhe në këta teleferik dhe ski lift aktual për të qenë të testuar dhe funksional gjatë sezonit të skimit. Cilët normal që janë shumë vjetër, ata do të ndrohen komplet, mirë po tejsa nuk bëhet një investim më i madh, na do të kujdesim për ta. Teleferikat normal duhen me funksionu prej nomëve deri në 3,5, 4 koha mirë. Këta penalin 3, pa nevoj, ditë, koha mirë, për shka me nalë 3? 3,5 shkruan veç, po edhe deri në 4 me punu është mirë, se është gjithçka okej, kur o koha keqe është keqe, po koha mirë didhi, 3 nolin. Edhe këto duhet me ditë dikush. Se aty biletën kur ta blen klienti, shkruan prej nomëve deri në 3,5, ose 15,4. Këta e nolin 3, edhe kërkush nuk fol kurrë. Ja ka nisë problemi mu normalizu, që s'bën hiç. Javën e kalume, në sa më shej teleferiku nëse kjo ardh? Javën e kaluar në 3. 3 më shej? 3. Po, orari o deri në 3,5 me punë? Deri në 3,5, po. Në 3 më shel. Gjatë më shel, zakonisht në 3. I kam thonë qytetarëve, skiatorëve që ditëve të punës e lojnë deri në 3, ditëve të vikendit deri në 3,5. I njëjti terë bjenën vikendi, i njëjti terë bjenën ditë të punës. Kështu që nuk po pinfortoj që kjo argumenti jatë, se kur po dojnë, pelojnë deri në 3,5. Nuk e pas na ndëgju që të argument personalisht drejt me tregu? Se ki ndëgju se ti je mbikëqyrë si tyne, ty s'ta thojnë, ja thojnë mështerive. Po edhe në qoftë se ja u thojnë mështerive, nuk është qëndrim zyrtar. Qëndrimi zyrtar është që teleferiku duhet me funksionu në mënyrë të sigurt. Në qoftë se punëtor ose operator të teleferiku konsiderojnë që teleferiku duhet me ndalë në ora 3, une nuk më thonë që duhet me punu deri në 3,5.